Emri i saj ka qenë në çdo portal kohëve të fundit, po flasim për Xheneta Fetahun. Ditët e fundit ajo është përfolur shumë për një lidhje të re, por me sa duket, thashë themet që nga të vërteta. Ditën e sotme, rrjeti është përballur me diçka të re nga Xheneta. Shumë nga portalet aluduan se partneri i saj është një person me pseudonimin Bisha. Vërtetësinë e raportimeve e mohoi vetë finalistja e shtëpisë më të famshme në Kosovë, duke thënë se tani e tutje për lajme të pasakta do të përfundojë duke paditur mediat në gjykatë, e duket se një zhvillim i tillë e ka përshpejtuar njoftimin me partnerin e saj të vërtetë. Ajo ka ndarë një foto me të në Instastory nga pushimet në Dubai, duke shoqëruar postimin me këngën emblem të çifteve All of Me nga John Legend. Me sa duket, Xheneta Fetahu ka dashur vetë ta zbulojë personin i cili ka rrëmbyer zemrën e saj. Nga ana tjetër, ajo ka publikuar disa foto ku vetbesimi i saj është i jashtëzakonshëm dhe këtë e ka dëshmuar shpesh. Gjatë qëndrimit në Dubai, ajo ka pozuar veç me bikini, mes luksit të një prej vendeve më të shtrenjta në botë. Xheneta Fetahu po ju tregon dikësve se po e shijon jetën pas shtëpisë më të famshme në maksimum. Edhe pas daljes nga shtëpia më e famshme në Kosovë, Xheneta ka qenë të jetë e pranishme nëpër studio televizive. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.